Kjo teoria pastaj për të parit veten në pasqyrë. Në banjë është vendi më i pis dhe aty supozohet rrin gjindët. Kur ti shikon veten shumë gjatë, një gjind mund të vijë dashuri me ty. 20 e vona ose qysha, kujdes mikrofonin. Dhe sot në studio kam Jumnën. Përshëndetje. Vajza me shami, sikur vajza me shami nuk është thjesht një person. Domethënë kur del një vajzë me shami e vjen titull, vajza me shami. Vajza me shami është thjesht një person normal. Nuk jam as homofobe. Nuk mendoj se do përshtateshin as ato me mua, as unë me ato. Hati mojë në të populariteti historitë e veta. A ndjes sikur pas hati domethënë ishte më komode dhe më të lirshme për të dalë dhe për ta bërë. Zoti krijoi Adamin dhe Evën, nuk krijoi Adam dhe Adam apo Evë dhe Evë. As nuk paguhemi për të mbajtur shamin në asnjë mënyre. Sa vite ke ti domethënë që e ke vendosur shamin, çfarë moshe e ke vënë? Unë të dal në rrugë nuk më shikon njëri me inat. Ka shumë njerëz që po pse duhet shohin me një inat një herë, a kuptosh? Sikur je diçka e shenjtë në thonjza. Tani më të pastër. Ishte një gruaj që këto thonin që u çmend. Ai ishte futur një xhin në bark. Ishte duke ndenjur, fillon të ulëriste për plasë dhe një gjë shpesh ulërimet nga dita kësaj. Edhe neve shohim që vjen një hoxh, shoh nga dritarja, ndërkohë që hoxha po i këndonte, po i bënte këto dhe kjo po ulëriste më të madhe, kishte rroba që i banin. Ishte një gotë ujë aty dhe formohet fiks një formë e trupit njeriut, po identike, domethënë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini edhe në episodin e kësaj jave në Zero K Podcast. Sot është një javë e re dhe kemi një të ftuar shumë veçantë që dhe për pak fare ju nuk do ta shikoni. Kur bëm episodin e parë ju tregova që përgjatë këtij sezoni ne duam të kapim gjithçka që përbën jetën e të rinjve në Shqipëri. Dhe kjo nuk do të thotë vetëm shkollë, shtëpi, punë apo gjëra të këtij tipi, por t'i kapim të rinj në të gjithë format që ato përfaqësojnë vendin ton apo ato gjë që ato përfaqësojnë me veten e tyre. Dhe sot në studio kam Jumnën. Përshëndetje. Që ju mund ta keni parë nga TikToku dhe në rrjetet sociale tjerë, shumë virale edhe ajo këtë kohë, po më shumë se sa thjesht një personazh i rrjeteve sociale, do flasim pak se si është thjesht një gocë që ka një besim kaq të madh në Zot, që u mendoj që është diçka shumë e bukur dhe e mrekullueshme, dhe megjithatë ka shami në jetën e saj të përditshme, edhe në një moshë fare të re, vetëm 19 vjeç. Që njerëzit kanë shumë opinione për këtë, ndërhyjnë gjithandej, shumë flasin, pak merret vesh, po s'ka gjë se ne i qartësojmë gjitha me Jumnën sot. Jumna, mirë se na erdhe. Faleminderit. Është shumë kënaqësi të të kem këtu sot. Para se të futemi në diskutimin, duam të flasim një herë pak për ty për TikTokun, se je kudo, domethënë, çdo 1 në 3 video është Jumna. Videot e tua i bën edhe kështu fan i shaka, domethënë kënaqesh mekesh kur shikon ato. Je shumë relatable, nga të vjen ky inspirimi për këto videot. Siç e the vetë që janë shumë relatable, domethënë thjesht ndodh diçka në moment dhe unë them, një minutë, se kjo është diçka relatable për gjithë. Edhe them, mbaj pak telefonin, ta bëjmë një video. Ti do thosh kështu, unë do them ashtu. Thjesht e rikrijoj në moment. Edhe e kam thënë dhe herë tjetër që unë jam shumë spontane kur vjen punat e videot. Domethënë thjesht më vjen një ide në mendje edhe e realizoj direkt. Domethënë nuk rri duke e menduar përpara gjatë, si ta them këtu, si ta tërheq vëmendjen aty, ç'a të bëj aty. Si të më vinë në moment, jam shumë reale. Po edhe më mirë se kur e bën kështu overthink, kur e mendon stërgjat, pastaj nuk të del, kështu që kur e bën lisha, dali ç'a dali. Edhe kam këto bashkëpunimet që më shkruajnë biznese dhe më thonë, si ke menduar ta bësh videon, ngelem, se nuk është se e para mendoj. Let lirë. Po, i them, shiko, unë e nis iden këtu, pastaj kam një gjë tjetër atje, këtë tjetër e kam menduar që para pak atje, pastaj, domethënë e bashkoj. Thjesht duhet i besosh procesit dhe në fund del rezultati. Thjesht biznesit keni parasysh mbyllni gojën se Jumna e bën vetë, nuk ka nevojë. Po mirë, kur e nisë ti e nisë me një qëllim të qartë, pra që do të rriqe, kam dhe probleme zërin, sot na falni se jemi çik me grip. Që po thoja, e nisë me idenë që ti të tërheqësh biznese dhe të fitosh para për kësaj që bravo ju qoftë gjithëve që merrni, apo spontanisht erdhi gjatë rrugës. Me thënë të drejtën, shiko, unë kam dhe persona që më kanë thënë gjithmonë që unë dua të bëhem influencer dhe unë nuk e kam menduar në jetën time as edhe një herë që do vinte një ditë që unë do filloja të postoja, domethënë do bëja këtë lloj kontenti. Dhe një ditë shumë normale të bukur që isha vetëm në shtëpi, thjesht vura telefonin, bëra një video dhe postova. Pa e mendu, pa e ditë se çfarë po bëja, pa e ditë se çfarë do ndodhte, thjesht ishte një eksperiment që më erdhi në moment, e postova. Heci, pastaj thjesht nuk është se unë e vazhdova me që se videoja e parë domethënë shkoi mirë. Thjesht më pëlqeu si gjë edhe thash, sa e kam atë qefin, ta vazhdoj. Po ta shfrytëzojmë edhe për një gjë më tepër se nuk bën dëm. Po, pastaj fillon duke marrë domethënë këto kërkesat për të bashkëpunuar edhe thash, pse jo? Domethënë e kam të kohë të lirë që unë po e zej me duke bërë video, duke kështu, pse mos
fitosh dhe Fitoj monetarisht. dhe diçka më shumë, po. Okej, e di që ti nuk do të përgjigjesh kësaj pyetje, po mund të kemi një shifër sa mund të fitosh ti mesatarisht apo nuk do e mbash sekret? Me thënë drejtën nuk është se kur e thu kështu sa fiton, domethënë se unë në rreth të parë shumë biznese që më kërkojnë, shumë. Ato që të kemi kërkojnë, modeste, po. Nga ato që më kërkojnë, shumicat unë i refuzoj, se mund të ketë diçka që mua vetë nuk më pëlqen, mund të ketë diçka që nuk më përshtatet, diçka që mua po s'më pëlqeu vetë unë s'di si t'ja bëj reklamën, por nga këto të tjerat, tash unë nuk dua të them një shifër, po domethënë mua më ka mjaftuar që unë thjesht kem ato paratë e qefit për veten time, mos ti, domethënë t'jem disi e pavarur, domethënë nga familja, t'jem rehat. Jo, po është super fare, edhe kjo pjesa që bën një farë selektimi për ato që bën marketingun, është mirë se ka shumë influencera sot që janë bërë si qendër tregtare, më kupton? Ecën te Tegu dhe ke marka gjithandej. Edhe kur bën scroll te feedi ca influencerave, ke vetëm marka dhe nuk është se t'jep shumë besim. Po për sa kohë shketi që fillova morë me TikTok-un me rrjetet sociale, se dukesh sikur ke shpërthyer shumë shpejt. Unë nuk, as vetë nuk e kam prit të shpërthimin, domethënë kur e kam hedhur atë videon e parë, thash okay, thjesht do lej nam të personat që më njohin, do thonë filloj kjo, dashka kjo. Po asnjë vit nuk e kam bërë, me thënë drejtën, diku te fundi majit, fillimi i qershorit, me sa mbaj mend. E kishe domethënë të frikën fillim që ç'a mund të thonë, si mund të interpretohej? Jo frikën nga personat, domethënë publiku që do më shifte, po mendova nëse videoja nuk bëhet virale, thjesht do thonë personat që më njohin që filloj kjo, domethënë dashka edhe kjo. Nuk është se më interesonte shumë, po domethënë e kisha këtë që po nuk heci do e thon këtë. Po heci le të thon çfarë duan, pastaj nuk është se gjithsesi nuk më intereson. Edhe skenari jot ishte ky i dyti fatmirësisht, kështu që aty letrin le të mendojnë çfarë duan. Okej, super fare. Unë i shoh me shumë qevitet e tua. Shumë faleminderit. Edhe falenderoj, ta thash në fillim një herë, po kënaqja sot me zëra kam prit intervistën sot se kisha shumë qef. Po edhe mendoj që emocionet. Po. Emocione. Jemi rahat. Domethënë e kam prit me emocione. Po pra, zëre se jemi në tavolinë kafe, këtu nuk ka, jemi chill fare. Domethënë je lisho çfarë duash ti, po s'pëlqeu, u thuje prap, nuk gjykojmë, ne jemi rahat, kemi vendosur edhe bio në YouTube që këtu brenda nuk gjykohet. Po jo, diçka që shikoj videot e tua, domethënë se influencer ka shumë, domethënë ka shumë goca, më kupton? Edhe janë të ndarë me kategori, kurse influencer që janë vajza me shami, që nuk e di, ndoshta më duket pak jo fort etike kur e bëj këtë ndarje në këtë lloj forme, po nuk është gjë e përhapur gjërësisht. Edhe kur shikon, aq më tepër me këto imazhin që është në mendjen e shumicës e njerëzve për goca me shami, mua personalisht më duket gjë shumë e veçantë, më duket shumë wow, kështu që shumë suksese. Shumë faleminderit. Tani, për të futur tek pyetjet e tjera të intervistës së sotme, ajo që u ndalën pak edhe në fillim. Sa vite ke ti, domethënë që e ke vendosur shamin, çfarë moshe e ke dhënë? Unë shamin e kam vendosur 14 vjeç. Domethënë i bie diku te 5-6 vite, po klasë 8. Klasë 8, po. Arsyeja pse unë e vendosa shamin në rreth të parë është sepse unë jam rritur me një familje që besimtare, domethënë. Unë kam për shembull si çdo fëmijë tjetër mamin dhe babin tim. Dhe mua kjo gjë më duket shumë normale, pra besimi në Zot, feja islame specifikisht. Më duket shumë normale, për mua kjo është e duhura, kjo është e drejta dhe arsyeja pse unë e kam vendosur në atë moshë është sepse unë do ndroja shkollën dhe doja që, domethënë nëse unë nuk do e vija në klasë 8, unë do e vija në klasë 9, sepse unë kisha qef që ta vija, thjesht se nuk e dija kur, nuk e dija tamam se domethënë kur do ishte ai momenti që unë do ndihesha gati. Dhe nëse do e vija në klasë 8, do e vija në klasë 9, në mos në klasë 9 do e vija në gjimnaz. Dhe unë e dija që në atë shkollë unë do isha nga klasa 8 deri në fund të vitit të tretë. Dhe nuk doja domethënë që të merresha me këto komente që ua po kjo ka qenë pa shami kur ka ardhur në klasë 8, tash në vit të parë e vuri, jo po kjo e ka flokët kështu, jo po kjo i ka ashtu, po pse e vuri se ishte më mirë pa atë, po pse, domethënë edhe isha edhe shumë gati, më erdhi fiks në kohë ajo, sikur më dha atë shtyrjen që okay, tani është momenti dhe nuk ishte asnjë farë imponimi, se mund e di që domethënë do vinë shumë njerëz që do mendojnë këtë. Po, ka shumë njerëz që e kanë këtë lloj ideje, as nuk paguhemi për të mbajtur shamin në asnjë lloj mënyre. Është zgjedhja ime personale, madje prindrit e mi kanë qenë u habitën kur unë ju thash që do vendos shamin, sepse nuk e prisnin. Po ato domethënë ishin direkt pro apo nuk është se Shiko, ato ishin pro. Domethënë ju bë shumë qefi sepse janë besimtar patjetër. Po që u habitën, madje më thanë që shiko, ti e di vet, po mos ndoshta ke nevojë të presësh dhe pak që të sigurohesh, pra nuk është se më thanë që
po ne me zor po prisnim vendoset tani në moment. Madje mami më tha, edhe babi, po mami pak më shumë se më tha që shiko, se mos bësh pishman pastaj, domethënë mendoje mirë, nëse ke kohë që nëse do më shumë ta mendosh gjatë, se 14 vjeç je vërtet e vogël, më kupton për të bërë këtë llogari që në një farë forme do të ndjekë për gjithë jetën. Po, dhe unë nuk doja, unë isha shumë e bindur, isha shumë gati, isha shumë e sigurt, nuk isha asgjë që të thoshte, ok, unë ta shty edhe pak se ndoshta më pengonte kjo. Ta shty edhe pak se ndoshta fare, nuk isha asnjë lloj pengese, thjesht ndjesha gati, ishte diçka që mua m'pëlqente, që unë jam, domethënë, e pëlqej sepse është edhe pjesë mënyra se si jam rritur unë. Kështu që nuk ishte asnjë arsye dhe thjesht e vure, e pëlqen dhe je rehat. Po jo, dhe në atë shpjegimin që bëre ti, kjo llogaria me shkollën që do ndryshoje, bën shumë sens se kalamajt e veçit janë shumë brutal, më kupton, dhe domethënë se shikoni një herë pa flok, pastaj me shami, e para s'ka ndonjë gjë të keqe, ë. Jo, nuk është se ka janë fëmijë, janë adoleshent, bullizimi ekziston, komente pa nevojshme që s'ka fare pse ti haj kush përbas. Dhe mirë ke bërë se do ishte kot një traumë në jetë komplete pa nevojshme se nuk mbyllet në herë goja njerëzve. Unë nuk jam një tip që do ndikosha nga llafet e atyre gjithsesi, po thjesht do bëj e bezdisshme si gjë. Kupton? Dhe nuk isha pse t'ju jepja një shkas që të flisnin për mua dhe nuk është se ishte kjo arsyeja që pse unë nuk e kam vënë shamin për njerëzit, domethënë unë e kam për veten time, për Zotin, e kupton? Po thjesht kjo ishte ajo sebebi, le të themi, që unë thash, okay, jam që jam. Po e bëj edhe për ta bërë kam. Pra domethënë ti e kishe të qartë, ti do e vendosje një ditë shamin, domethënë ishte e padiskutueshme. Po nëse ti nuk do kishe dashur ta vendosje, domethënë do ishte problematika apo është problematike, domethënë në familje ose në tjerë do të thonin që shikoj na po rritesh zem do ta vendosësh shamin apo thjesht doje ti ta vendosje dhe ishte komplet dorën tënde. Se unë nuk e kam pas ndonjëherë dëshirën për mos ta vënë shamin, nuk di se çfarë si do ishte situata, domethënë në atë rast, po unë i njoh prindrit e mi dhe me që të ma impononin, domethënë nuk ndodh, edhe ato vet feja jon nuk ta lejon më saktë që ti t'ja imponosh fëmisë të shamia vendoset momenti që ti je gati, mirë po që ti t'jesh gati, ti duhet punosh për atë moment, sepse nuk mund çohesh ti një ditë siç shkoje nëpër klabe, të çosh dhe thua sot jam gati të vi shamin. Jo, ti duhet fillosh falesh, ti bësh të ritualet që bëjmë ne, domethënë bashkëgjërimin, të kesh dëshirë të mësosh për shumë për fen islame, për Zotin, ta shohësh me dashuri që ti të vi një moment dhe të thuash po, kam dhe unë dëshirë, kupton? Dhe duke qenë se unë jam rrit me këtë lloj fryme, unë nuk kisha se si mos të doja, por edhe nëse do ishte rasti i kundërt, sigurisht besoj se ato do mundoshin të ma rikujtonin mua me dashamirësi që shiko, mos dosha duhet fillosh të veshësh ndoshta diçka më të gjatë, mos dosha duhet fillosh veshësh diçka më të gjerë, por që imponim asnjëherë nuk jo. Pra edhe para se ta vendosësh shamin, domethënë ka një proces, sikurse po e shpjegon ti, nën thonjza proces. Nuk është se mund të vendoset sot për nesër. Shiko, ajo shumë personale, ka njerëz që thjesht do Zoti ju hap ato domethënë dyert e, si ta them, ose sytë e zemrës, edhe thjesht çohen një ditë të bukur dhe thon, unë sot dua ta vej, ju hyn, nuk e di, është shumë personale. Por logjikisht është një person që është rritur gjithkohë, domethënë që e vogël, e ka mamin me shami, ka tezen me shami, ka kushurirat me shami, ja ka vrarë syrin në thonjza, pra është mësuar me këtë lloj gjëje, duket shumë normale, ka babin që shkon çdo xhuma dhe falet e xhamia, ka vllain që shkon çdo xhuma dhe falet e xhamia, agjeron Ramazanin çdo vit, muaj të plot, falet Bajrami, e kupton? Nuk ka se si të dalë jashtë kësaj rrymë sepse është diçka e përbashkët me familje. Po, ndërsa një person që nuk e ka bërë këtë lloj gjëra, e ka më të vështirë që t'i vinë natyrshëm, normalisht, sepse ai është mësuar që të dalë, ku dëgjon, të shkojnë nëpër klube nate ose mund mos shkojnë klube nate, po të vishet pak më të ngushtë, më të shkurtra, e kupton? Po ka një stil tjetër jetë në vetvete, kurse ti ke qenë me gjithë familjen në këtë frymë dhe është super. Për shembull, edhe të premteve zem bëni bashkë si familje dhe shkoni faleni ose domethënë janë këto gjëra që bëjnë bashkë me familjen. Po, dhe është diçka shumë e bukur, edhe nëse nuk bëhet ndoshta çdo të premte, por përpiqemi që të mblidhemi sa më shpesh dhe pastaj është dhe Ramazani, është Bajrami, janë shumë gjëra që na mbledhin bashkë, është ndjesi shumë e bukur.
Po, jo, është super fare se të bën bashkë me familjen, e kuptoj. Domethënë gjëja më e shtrenjtë. Jo, më bën shumë qefi për këtë se edhe ti e veçove shumë herë gjatë diskutimit që është gjë shumë individuale, shumë personale. Edhe një gjë që nuk perceptohet nga njerëzit është që ti kur shikon një vajzë me shami, se kryesisht e çunat besimtar nuk e kanë këtë lloj ideje. Kam vënë të paktën unë nga shoqëria se kur e kanë një farë paragjykimi, më tepër tek vajzat me shami, nuk e di nëse ti bashkohesh me këtë, mendoj që gjithmonë i kanë të imponuara, a kupton se familja ju ka vënë me zor, ndërkohë që jo më vëlla, desha, e vura. Dhe ti mund të thuash çfarë të duash dhe mendjen nuk ju ambush dot, kështu jo, që në asnjë lloj mënyre. Po mirë, ka pasur domethënë gjatë këtyre etapave të tua ndonjë paragjykim ose diçka që të shtojnë që ti ke thënë o zoti i madh, domethënë çfarë janë këta njerëz kështu? Shiko, unë domethënë në jetë reale nuk më ka ardhur ndonjëherë njeri sy për sy, ballë për ballë dhe të ma thot vetë që ty ta kanë vënë me zor, pse e ke vënë ti shamin, ti e ke çuar jetën tënde kot, po pastaj aty nëpër TikTok, nëpër Instagram kanë gjithë gojë të flasin, e kupton? Dhe prandaj nuk është se i marr shumë përbas, por që paragjykime ka pafund dhe me thënë të drejtën, deri në momentin që kam filluar të postoj, nuk e kam ditë për zotin që është ky lloj paragjykimi edhe diskriminimi për vajzat me shami. Sepse nuk e kam dirë asnjëherë, unë të dal në rrugë, nuk më shikon njeri me inat, përkundra si ka njerëz, ka shumë njerëz që po pse duhet shohin me inat një herë, a kuptosh? Sikur je diçka e shenjtë në thonjza, dukeni më të pastra, më të rregullta juve. Ose fëmijët e vegjël të shohin, ta bëjnë me gishtë kështu edhe qeshin, e kupton? Prandaj nuk e kam dirë ndonjëherë dhe kur kam postuar videon aty jam habit, realisht jam habit. Po, ishte shumë një ballafaqim tjetër. Po është gjithmonë kjo, a kupton, kur del nga hiçi në TikTok hera parë janë sa komente që thu, prit morzotu kështu jam 2 sekonda se çfarë po thoni. Po që jo, mendoj që një ballafaqim për shoqërinë, domethënë se çfarë mund mendojnë njerëzit, sa agresiv mund të jetë, ka ndodhur edhe me një tjetër influencer shumë famshme që e njohim që është Hati, më kupton? Dhe në një farë forme para Hatit nuk është se ka pas shumë influencera goca me shami, ose mund të pas shumë pak. Dhe ti për shembull ndihesh që okej, Hati mori gjithë atë popularitet, historitë e veta, e qau marketingun ai muhabeti saj. A ndjesh sikur pas Hati, domethënë, sikur morët jo zemër në sensin e shëmtuar të gjës, po sikur ishte më komode dhe më të lirshme për të dalë dhe për ta bërë, se ju dha një farë shembulli ose ishte një farë iniciatore për këtë gjë që dhe ju, si gjithë vajzat e tjera, mund dilni lirshëm rrjete sociale. Shiko, unë personalisht, domethënë nuk bëj dot relate te kjo pjesë, sepse unë kam qenë gjithmonë në rrjete sociale, thjesht jo në TikTok, kam qenë gjithmonë në Instagram, kam postuar gjithmonë që e vogël. E kam pas kështu si pasion, të bëja foto të bukura, ti postoja, dhe nuk është se ka qenë, unë kisha frikë dhe doli Hati e bëri dhe unë mora zemër. Por mendoj që ndoshta për influencerët të tjerë ajo mund ta ketë thyer akullin sigurisht, sepse ajo ishte e para që e provoi diçka të tillë, bëri atë namin, domethënë, akoma vazhdon të bëj namin dhe ndoshta ka qenë i ka dhënë zemër dhe ka motivuar shumë goca të tjera, por personalisht mua jo, sepse unë nuk është se kisha frikë, e kupton? Po, ti thjesht prisje momentin. Mora zemër dhe faleminderit që, domethënë, shoqyr që doli që e bëri dikush dhe të vazhdojmë edhe të tjerat. Thjesht sepse Hati ka 2 vite që vazhdon, që e bën këtë gjë, e kupton? Nuk është se unë doja direkt pas Hatit. Por jo, në një farë forme, domethënë kur ti si një gos me shami shikoj një gos tjetër me shami që po dilte shumë mirë rrjete sociale etj, domethënë ishte këtu që bravo jepi, apo dhe ti mund të kesh kundërshtimet e tua me gjërat që ajo bën, sikurse kanë shumë persona të tjerë. Jo, unë nuk është se e gjykoj, sidomos që e bëj dhe vetë, domethënë tash ndoshta e kuptoj dhe pak më mirë, domethënë, arsye pse ajo nuk reagon asnjëherë ndaj komenteve, arsye pse ajo thjesht nuk i intereson për asnjë lloj gjëje, po nuk është se e kam gjykuar ndonjëherë. Kam thënë, okej, tash njëri pa gabime nuk ekziston. Kështu që ajo është me të mirë dhe me të qetë veta, po në fundit është thjesht një vajzë në hall të vet, siç i thon, që po bën atë që do. Kështu që nuk e kam parë asnjëherë si diçka të keqe. Po. Jo, super fare, se s'ka, kupton, unë kam shumë qejf Hatin, e përshëndesim, po ti duke na parë të gjitha me radhë. Okej, lidhur pak me videot tua të TikTok-ut, se i shef domethënë janë gjitha shumë cool, shumë relatable, si thash. A ka pas në rast që mund të ketë ardhur dikush për shembull të ka thonë, "Ua, po ti je me shami, si ka mundësi që je kaq cool ose kaq relatable?" Domethënë ju ka bërë kështu fare përshtypjeje? Që të thonë që një gotë, domethënë kuptimin që je dhe me shami, je dhe cool si ka mundësi. Po ka plot raste sepse ju dukemi kështu si të prapambetur, ne sikur ne. Po pra, ja fix, domethënë këtu është kjo ideja. Ne nuk vazhdojmë dot përpara, e kupton, një vajzë me shami është për të qeshur, një vajzë me shami del në rrjete sociale, e kanë bërë vajza me shami, sikur ajo vajza me shami nuk është thjesht një person, domethënë kur del një vajzë me shami e vjen titull vajza me shami. Vajza me shami është thjesht një person normal, që ka jetën e vet, kështu që ka pas pafund
ti me shami, si e bën ti këtë, ti me shami, si e bën ti atë, ti gjunafi ka shkatruar jetën vetes tate, më mirë që fare shamin, ka plot. Deri në pikën që hiqe fare, dhe aty kanë shkuar. Po, ose që thon, më mirë, ose domethënë ndahen në ka shumë kategori njerëzish. Ka këto që thon hiqe se gjunaf ke shkatruar jetën, ka dhe këto që thon më mirë hiqe sa ta mbash kështu. Që për mendimin tim, sa çuditshëm. unë mendoj domethënë që shikoj me këto njerëz nuk merrem dot, sepse këto janë njerëz që e shikojnë veten e vet perfekt. Robi nuk mund, feja është perfekte, po personi nuk mund të jetë perfekt dhe feja është domethënë një rrugtim shumë i gjatë që ti e ke gjatë gjithë jetës tënde dhe ajo sigurisht ka uljet dhe ngritjet e veta. Ti nuk mund të jesh gjithkohës shumë i mirë në ato që bën. Do vi një moment që do të bjerë pak ajo domethënë si ritmi ta themi. Po. E kupton, pastaj vjen një moment që ti e merr sërish Vjen më veten. këmbësh prap, Po. është proces. Po këto persona që thon o perfekt o fare, i bie që janë perfekt vetë, kështu që unë thjesht Po them jo, po kam ke të përshtypjen që janë drejtë fare edhe me u hap shumë siguri rrugën. se sa të jenë perfekt. Me shumë mundësi, po. po. Po jo, edhe kjo pjesa për shembull te e veshjes, që unë e shoh shumë që ua po si mbuloheni, ua po s'keni liri etj. Kur dalin këto trendet botërore, a kupton të veshjeve të gjithëve. Le të veshin more, çfarë të duan vajzat të vishën si të duan e tjera me radhë. Që është shumë okay edhe në vetvete. Pastaj kur del një gocë me shami, ajo ti po hy vetes tatin gjunaf. Po, Ti e tur të di vi. çfarë mendoj unë? Unë mendoj në këtë rast që ndoshta kur më shohin mua me shami, ndihem pak inferior, në kuptimin që thon, domethënë, shiko, njerëzit nuk e kanë problem besimin në Zot apo praktikimin e fesë. Ti ke shumë persona që festojnë dhe Pashkët dhe Bajramin dhe ku dëgjoj unë, sepse e kanë Po, dhe atë krishtinjet e harmoninë këto. fetare, po, ju pëlqen, domethënë e besojnë Zotin. Po kur vjen puna që ti vën shami, thon, u bë kjo sheka më mirë se ne, kjo e vuri shami, ndoshta ato vet nuk e kanë atë forcën edhe atë fuqinë në thonjza që ta marrë një hap të tillë, sepse kjo është diçka, domethënë unë çohem ditë për ditë dhe vendos shamin dhe ky është një hap jo i vogël, të paktën për mua. Jo. Dhe ato ndoshta nuk e konsiderojnë dhe nuk e konceptojnë dot që prit se feja ka dhe këto gjërat e tjera, nuk është vetëm të hash një drek Bajrami edhe të agjërosh një Ramazan, edhe atë Ramazanin vetëm natën e Kadrit. Domethënë ti, okay, ne i festojmë Bajrami, kemi këto festat, po gjitha këto janë festa që vijnë pasi ti ke bërë një ritual që ka ca sakrifikime në vetvete. Për shembull, është Bajrami, po para Bajramit është një muaj ti agjeron, është Ramazani, është haxhi, po para haxhit është domethënë që ti duhet japësh atë pjesën e sadakas. Domethënë ka shumë detaje. Po, bamirësia domethënë. Po, për ta shpjeguar edhe për njerëzit që nuk e dinë. Ka shumë detaje dhe ato nuk i konceptojnë dot këto dhe kur të shohin që ti i bën, ju duket sikur, po për një sekond, kështu e mendoj unë të paktën që kjo qen ka më mirë se ne, po jo mos se nuk të bësh shamia më të mirë, ti po hiqe fare pse për shami ka ngel besimi, ti vure shamin dhe u bëre më mirë se ne. Domethënë që në mënyrën e të shprehurit, unë nuk e marr dot seriozisht si gjë, se po jo, është e kot pastaj. Mua më duket sikur, unë nuk e përmenda që unë jam më mirë se ty. Unë nuk thash që mua më bën shamia më të mirë. Ti vjen dhe e thua vetë. Ore, në fund të ditës, po, ti kur prezantohesh nuk thua përshëndetje, unë jam Jumna dhe kam shami. Po, domethënë ti prezantohesh si Jumna, një gocë 19 vjeçare që studon drejtësi, bën TikTok e gjithë atë. Është pjesë ime, amore. Pjesë ime personal, domethënë pjesë e identitetit tim. Unë kam zgjedhur këtë gjë, më pëlqen, e dua, më afron më shumë, domethënë ndiem më afër me Zotin, është shumë personale, nuk e kuptoj pse cënohen njerëzit e tjerë nga një shami që mbaj unë. Po mirë, ti vërtet e që ti në një farë forme i arritur me këtë frymën e ke pas gjithmonë prezente në familje dhe e dije që do vinte një ditë që do e vendosje. Po kështu ka pas ndonjë ngjarje të caktuar që se para se ta vije shamin, që ti ku diun u lidhe shumë me Zotin pas asaj ngjarje ose një eveniment që të ndodhi, ku ta diun, diçka që lexove dhe thjesht the po, do ndodhi si gjë. Me thënë të drejtën, nuk është se më ka ndodhur diçka në jetën time që nuk është se më ka ndodhur diçka në jetën time që ndodhi ajo dhe unë thash, okay, jo, tani unë duhet ta marr më seriozisht fen, sepse nuk ka pas nevojë, domethënë, unë kam babi jon na mblidhte për shembull në darkë, thoshte, hajde se do flasim. Edhe uleshim aty na tregonte histori nga jeta e profetëve ose na shpjegonte, unë jam dhe shumë tip kurioz, edhe kur ai fliste unë nuk pushoja me pyetje, kupton? Edhe fakti që unë bëja dhe shumë pyetje bie që më interesonte dhe më pëlqente si gjë, edhe domethënë ka ardhur shumë natyrshëm dhe nuk është se ka pas diçka në jetën time që ndodhi ajo dhe unë thash, okay, unë do të filloj ta marr jetën më seriozisht se nuk i dihet çfarë ndodh nga momenti në moment. Jo,
fare. Se unë këtë pyetje domethënë e bëra se pash sa intervista para se të vije ti, që t'isha i përgatitur. Po, ndoshta po t'ishe më e madhe ose të kishe kaluar një adoleshencë ose një jetë më shumë pashamite, ta vendosje ku ta diun në të 20-tat e vona ose qysha, kujdes mikrofonin, ose në të 30-tat do bënte sens. Po momentalisht nuk është se Jo, po ke qenë e vogël në atë lloj stadi. Pastaj edhe një mit që un kam parë lidhur me këto mitet për gosat me shamin, një gjë që diskutohet shumë, është për shembull dhe kur ju vendosni make-up. Për shembull, një gosë normale me make-up po të dali në TikTok, domethënë, del sa e bukur jetë gjitha me radhë që mund të jetë shumë e bukur. S'ka si gjë. Dali një gosë me shami, nuk thot njëri sa e bukur je. Domethënë, mund thon, por shumë pak, domethënë gjithë ndalën, wow, u lykja, u bone kjo fare, domethënë ku diun sikur ju supozohet të rrini në një qoshe, e vetëm të merrni ajër, domethënë komplet pa lidhje, nuk e di pse ka një qasje kaq negative. Kjo kam përshtypjen që është një pjesë dërmuese që komenton, sepse për shembull dhe unë shoh një video në TikTok një gosë me shami, nuk mendoj asgjë negative, po nuk e komentoj gjën pozitive që po mendoj. Dhe janë pikërisht kjo pjesa dërmuese që komentojnë dhe marrin zë. Këtë do thoja edhe unë perceptimi kod. Të bezdis kjo pjesa për shembull? Nuk është se më bezdis, po që është mua më duket tipikisht diçka shqiptarshe. Domethënë, kudo nëpër botë, njeriu o thot o komenton mirë, o nuk komenton, ndërsa shqiptari o do e thot një gjë të keqe ose nuk hecën, nuk e shkon dita, nuk kemi çfarë të bëjmë. Ore, po në fund të ditës a kupto? A besojnë këta në Zot dhe t'japin mend ty për fen? A do japësh ti llogarinë në fund të ditës tek Zoti, duke qenë se është besimi jote tek shumë besoj tjerë? Sigurisht që secili për vete punë kap se duhet të jetë kaq problemi i madh për të komentuar, se kuptoj më vlasë. Prandaj them që mua nuk është se më ndikojnë dhe thjesht, shikoj ka raste që unë ju kthej përgjigje, po thjesht sepse e di të merr ajo rrjedha që euforia momentit. Po, dhe ju kthej përgjigje, po nuk është se më prekin mua, e kupton personalisht dhe unë ndikohem nga fjalët e atyre. Unë e di ku jam me veten time, nuk ka nevojë të viti kush dhe të më tregoj mua që ti këtu e gabim, ti këtu e sakt, apo të vinë janë këto që vinë dhe të presin biletën, thotë ti do shkosh në Ferr, ti do shkosh në Parajs. Kështu që unë nuk thjesht po, vazhdoni. Domethënë, me çfarë po kuptoj nga diskutimi me ty, domethënë do në një pyetje saktuar të intervistës do të bëja të pyetjen që a do e hiqte shamin për ndonjë arsye, po nuk po e bëj fare se e kuptoj që është jo e padiskutueshme, dhe ishte pyetje shumë idiote për të bërë që në fillim dhe nuk e di pse e thash, po nëse iku, o jam na shumë goca, domethënë marrin shumë kohë para pas hyrjes për të bërë gati me flokët për të rregulluar, ti nuk besoj se e ke këtë problem te pjesa e flokëve. Kjo është një paragjykim nga ana jote, sepse përkundrazi, shikon, ndoshta ne nuk kemi atë problemin për t'i stiluar për ditë që ati shtris sot apo ati bëj kaçurela. Sa kohë ham për të rregulluar shamin, këtë do bëja si pyetje. Okej, unë gjitova unë atë. S'ka problem. Unë bëra gjithë episod për të paragjykime, ti më thua paragjykon s'ke turp. Kërkoj ndjes, po jo, sepse nga ana tjetër me vërtet ne nuk merremi, domethënë që t'i stilojmë për ditë, se nuk është se na zduken, po, nuk i shikon njeri, po që duan një kujdes të jashtëzakonshëm, duan. Shikon, nuk e di se si e rregulloni aq perfekt, duke sikur jeni jo tullace, se të ngjan shumë tuar ta thua shu, po ku diu sikur i keni gjitha flokë shumë shkurtra, a kuptoj? Gjesh në një mënyrë perfekte, aq uniform, edhe po sa orë mund të harxoj kjo më vlla për të vendosur shamin. Shikon, un kam bërë edhe kështu tutorials në Instagram dhe TikTok, ju duket njerëzve sikur un marr me orë të tëra për të vendosur shamin. Edhe mua ashtu më duket me thënë drejtën. As 5 minuta, 3 minuta, e merr, e vendos të kapuçin, e vendos shamin nga sipër, i vendos të gjilpërat, e rrotullon këtu edhe di jashtë. Po mirë, a është shumë e shtrenjtë për të bler një shami? Domethënë, si kosto se ky material i butë kështu duket i shtrenjtë, nga unë që s'marr vesh se ja fus kot ndoshta, po. Kjo është thjesht një copë, sa mund të kushtoj. Domethënë, shamia ka modele të ndryshme, ka të lira, ka të shtrenjta, ka 5.000 lekëshe, ka 10.000 lekëshe, ka 15.000 lekëshe. Nuk është ideja vetëm te, domethënë, kështu si gjë nuk është se kushtojmë, po ajo është, domethënë, mesazhi që përcjell shamia, se nuk mund të kushtoj nuk e ndërhyva fare te mesazh, nuk kisha te kosë. Dua të jem unë i qartë për publikun që na shikon, që sa mund të kushtoj një. Unë e kuptoj, po si të pyesësh një gocë sa të kushton ty me ly flokët, të thotë ajo 150.000 lekë, mu më hik truri, them me mesh, nuk u qethe me 5.000 lekë. Jo, unë e kuptoj, kështu që këtu e kisha idenë e pyetjes. Se pastaj ka persona që thon, po pse ti e quan shamin vetëm një copë rrobe? Domethënë, kjo kur e shikon kështu copësh, nuk është se kushton. Por përveç copës ka dhe një mesazh. Pra nuk është se ta bën ty besimtare fakti që ke vendos këtë copë në thonjza në kokë. Domethënë ka një veprimtari të caktuar që duhet ta përfaqësosh. Sigurisht, shiko, kjo është se edhe unë që e vej, nuk e vej kot. Po kjo ideja është që kjo është një hap pak më i madh, pra do pak më shumë guxim dhe do të jesh pak më e lidhur, se vjen është shumë natyrshëm, është shumë
vjen shumë rrjedh shumë gjëja, nëse ti Spontane. nuk je i lidhur me Zotin, ti nuk mund ta vendosësh. Por unë asnjë moment nuk e them që unë që jam me shami, jam më mirë se një vajzë muslimane që nuk e ka shamin. Ajo mund të ketë rrethana të tjera, atë ndoshta nuk e le familja. Ajo ndoshta se ka fare familjen besimtare, ajo ndoshta nuk ka guxime, ajo ndoshta nuk ka mundësi. Kështu që unë nuk e gjykoj dot këtë pjesë. Por që janë dhe gjithë të gjërat e tjera nga mbrapa nuk është vetëm shamia, është ama edhe shamia. Po. Domethënë janë të dyja, dhe është dhe s'është. Si një vajzë me shami, që me çfarë po kuptoj unë ke normat të tua, domethënë që i respekton, fole pak për këtë pjesën që nuk duket si person që shkon në klube, se normalisht domethënë bën kontrast me atë gjën. Nëse do të pyesja për shembull ku ta diun një këshill ose një gjë që ti doje shumë t'ia thoje gocave, lidhur dhe me besimin tën kaq të ngushtë me Zotin, që ndoshta nuk janë në pozita të tilla të besimit sikurse je edhe ti, çfarë do ishte për shembull? Shikoj, një këshill që unë do ju thoja të gjitha gocave në radh parë, pa përfshirë besimin apo jo besimin, është diçka që unë e kam kuptuar që kur kam filluar të postoj videot. Nëse një person do që të kapet me ty dhe të kritikojë dhe të shaj për diçka, do e gjej gjithmonë diçka. Kështu që për aq kohë sa ju vajza jeni të sigurta me veten tuaj, e dini se ku jeni me veten, me familjen, me besimin që mund të keni ju në Zot, thjesht bëni atë që doni dhe vazhdoni përpara, sepse njerëzit kanë folur, flasin dhe do flasin gjithmonë. Domethënë njerëzit të duan dhe ta duan të mirën, paktën kështu thon deri në momentin që fillon ti me vërtet të bëhesh më i mirë se ato dhe të duash veten, aty pastaj nuk të do më askush. Kështu që bën sens. Unë personalisht jam edhe unë kam qenë pak që e vogël, kam qenë pak si rebele, kështu që nuk është se më ndikojnë këto komentet e njerëzve, por që e di që ka shumë vajza që ndikohen. Ndoshta e shikon një person familjari i afërt ose unë personalisht kur postoj nuk e kam fare në mendje njerëzit e fisit apo familjes, dhe kur dalin ato dhe më thonë që ua të kemi parë te kjo videoja, aty them një sekond se janë se shohin edhe këta, kanë sy edhe këta. Kështu që thjesht unë mendoj që nuk duhet të merren me llafet e njerëzit. Shiko, sigurisht që është e rëndësishme që ti mënyra se si ti e prezanton veten dhe lën atë përshtypjen te njerëzit, por jo gjithmonë ka rëndësi, sepse thjesht do të shajnë gjithmonë çfarë do që ti të bësh. Prandaj për aq kohë sa je e sigurt me atë që po bën, je në rregull komplet. O ju më na besonte xhindet ti? Normal që po mos besoj unë te xhindet kush do beson. Normal. E di se do të rregoja një histori në fakt se tani janë ca rob që kur i shef e ke parasysh ti thjesht bën klik dhe kupton që prit se me këta njerëz si mund flasësh për histori horror, për ngjarje të frikshme. Edhe unë ishte në rasti që je edhe besimtare, po edhe studioja e zez, e do të rregoja një histori me xhinde, se edhe njerëzit vdesin, edhe ti kishe një histori të lezetshme që do të tregoje, edhe pasi do ta mbyllim. Tani, unë nuk është se besoj, do të thënë unë jam vetë musliman si person. Nuk jam në ato parime, domethënë të normat, jam koshient ç'a bëj dhe s'duhet ta bëj, jam koshient ç'a nuk bëj dhe duhet ta bëj, po kam besimin tim, është individuale, etj. Unë shpresoj mos të kemë prekur në asnjë moment të intervistës. Jo, mos e vrit mendjen fare, jemi në rregull komplet. Thjesht te kjo pjesa e xhindeve unë nuk është se besoj shumë, e kupton? Domethënë ku di më duket shumë si prall kur e thon njerëzit. Po ka një histori të caktuar që realisht ma ka goditur shumë veshin ose edhe syt, që dhe më ka trem dhe dua interpretimin tënd, që jesi më në brendësi të kësaj gjës. Tani unë kam qenë i vogël, edhe kam qenë në fshat. Edhe një shtëpi aty afër zonës tonë ishte një gruaj që këto thonin që u çmend etj, domethënë lagja, budalliqet shumë. Po siç doli si përfundim kjo më duket a ishte futur një xhin në bark, a kishte shkel një gjë në dark, nuk e di se çfarë. Por tani kjo ishte që përplasin faqet murit, domethënë a kuptoj, ishte duke ndenjur, fillon të ulëriste, përplaset dhe një gjë shpesh ulërimet nga dita kësaj. Dhe një ditë e caktuar neve gjithë kalamajve na futën brenda, se nuk e di se ç'a do ndodhte, sa i kishin shtëpia ngjitur, më kupton, dhe mos dëgjonim jashtë. Edhe neve shohim që vjen një hoxh. Dhe ne jemi me të caktuar, unë dal dhe shkoj ngjitë shtëpia ngjitur tek shtëpia e kësaj tipes, shoh nga dritarja. Ndërkohë që hoxha po i këndonte, po i bënte këto dhe kjo po ulëriste më të madhe dhe kishte rob që i mbanin, ishte një gotë ujë aty dhe formohet fiks një formë e trupit njeriut, po identike, domethënë. S'u ne tregoj tani sikur është hiç gjë, kupton, si gallat, si budallik, po disa tram ka qenë kjo në vetvetem mua nga brenda, edhe aty fillova të mendoja pa kur 2 sekonda se ka një gjë që nuk shkon me këto. Shiko, mund duket shumë e vërtet si prall, po pastaj kur i ngjon këto historitë, çdo personi duhet t'i vinë në mendje, po prit një sekond se edhe këtu duhet të ketë lidhje Zoti, domethënë, se nuk mund të jetë një gjë kaq e pazakontë për ne, domethënë, nga hiçi, nga thjesht sepse shpërtheu Big Bangu para nuk e di sa vitesh dhe tash ekzistojnë xhindet. Po jo se ç'as thon dhe këto të vjetrit, për shembull, ke thyer këmbën,
ke shkel na i gjonatën, se s'ka mundësi Po që e pikërisht theve. kjo është, Po, domethënë, s'të bën sens, po dhe të bën shumë sens në të njëjtën kohë. po shiko, duhet varet a e besoj njerëzit apo jo, po unë thash, si mund mos ta besosh diçka të tillë, sidomos që ka shumë raste që njerëzit i tregojnë ose i kanë përjetuar vetë dhe thjesht thon pastaj ndodhi kot ose nuk i japin dot një shpjegim, ndërkohë që është shumë logjike që prit një sekond se këtu ka diçka më të madhe, thellë. më të thellë, po. Po kjo teoria pastaj për të parit veten në pasqyrë që ma the pak pas se fiteshim në regjistrim, se dhe kjo se kisha dëgjuar ndonjëherë dhe isha o zoti i madh. Shiko, gjithë e keni dëgju besoj, nuk besoj se ka njëri që nuk e ka Beton, mos dëgjuar. e kisha dëgjuar më parë. Të Okej, betohem për këtë. nuk besoj që ka njëri që nuk e ka dëgjuar që mos u shikoj gjatë në pasqyrë, sidomos natën. Sepse në banjo është vendi më i pis dhe Në aty shtëpi. supozohet që rrin Gjindet. gjindët, po. Dhe kur ti e shikon veten shumë gjatë, një gjind mund të vinte dashuri me ty. Oh my god, ju lutem njerëz, kush ka pyetje të pyesim më shumë persona të caktuar për këtë gjë, një po them sa roman ti vet. nga dikush që të Ju bëj lutem. dashuria ime me një gjind. O zoti i e madh. frikshme. Edhe pastaj martohesh me gjindin, ç'a ndodh? Po shiko, varet Si ja kap gjindit? Varet si O me ju si na e thuje kap siç e ai, mendon po. se punë e madhe. Sepse nuk duaj që ta nxjerrin nga konteksti këtë lloj gjëje. Kupton? Nxjerrin çfarë të duan, kështu që thjesht Okej, thuje. varet se si është gjindi. Tash i gjindën ndahen si ne, ka gjind të mirë dhe gjind jo të mirë. Një gjind që të bën dëm nuk mund të jetë i mirë, normalisht është i keq. Dhe zakonisht këto që bien dashuri me ty dhe të ngacmojnë, mund të futet në trup ai dhe nuk të lëshon sepse të do vet, mund nuk e di, të prishit çdo lloj lidhje apo marrëdhënie që ti të kesh në të ardhmen. Kjo ndodh sepse ai ka rënë dashuri me ty, po Po. ti mund të shkosh te një hoxh për shembull dhe Ta ose heq ta ai. nxjerrësh, ose mund të dali vetë gjindi me mirë kuptim, flet me hoxhën dhe pranon që të dali, ose mund mos të dali, nuk pranon që të dali, varet komplet nga gjindi, nuk kam çfarë them. Morali i historisë, nëse Mos u shikoni ajo gota gjatë që në po i pasqyrë shkruani natën. ose ai çuni që po i shkruani, nuk ja var me shumë siguri, nuk e le gjindi se e do për vete. O ju nuk kënaqja sot me ty. Edhe unë nuk na. Uroj që dhe ti ta kesh shijuar këtë bisedë, nuk i ngeli ndaj gjë me rak se i pyes gjithmonë ftuarit, diçka që do ta thuash, ta citosh apo i cekëm gjitha. Ka diçka në fakt që ti ma Ma kishe thuaj. çuar, po nuk e përmendëm. Ishte ajo pjesa e komunitetit të LGBT-s që a kam apo s'kam shok. Ah, Sepse po, me thënë të drejtën po. është diçka që pse mos ta flas, sepse Okej, nuk shumë flitet sorry, shumë. e harrova, Jo, po. s'ka problem. Ke, domethënë, je kundra, ke në rrethin tënd shoqëror? Shiko, normalisht unë nuk kam Në rrethin tënd tim shoqëror, nuk shoqëror persona të këtij lloj komuniteti dhe fakti që unë nuk kam tregon edhe se çfarë mendoj unë për ato, nuk është se i gjykoj, po unë mendoj që aparenca ime, pra kjo shamia, i klasifikon vetë personat që më afrohen apo jo mua dhe shoqëria është si magnet, domethënë ti thith afër vetes ato që përshtaten më shumë me ty dhe ne jemi dy botë kuptime shumë të ndryshme, sepse domethënë unë e shikoj si një fenomen që Shoqëria Shiko lind pak. midis dy të përbashkëve, më kupton që kanë pikë po takime dhe shiko pak, domethënë është një fenomen që ato vetë nuk janë të aftë që të riprodhojnë veten e tyre. Po. Dhe kjo është diçka, domethënë që mua unë vjen shumë natyrshëm dhe nga besimi im. Zoti krijoi Adamin dhe Evën, nuk krijoi Adam dhe Adam apo Evë dhe Evë, Zot më fal. Dhe nuk është normale për mua, domethënë kjo lloj gjëje dhe unë nuk e shikoj si diçka që unë mund të përshtatesha me ato. Por në fund ditës gjithë secili ka atë lirinë e vet, e zgjedh vetë se si jeton, nuk është se i gjykoj, thjesht unë nuk përshtatem dhe mendoj se ato nuk do përshtateshin. Shiko, me në fund të mua. ditës ti ke atë besimin tënd, ti vendos besimin për gjithçka, kështu që bën sens që për diçka të tillë mos jesh shumë dashamirëse, por në fund ditës për sa kohë nuk i gjykon shiko, dhe i lën nuk në është se terezin e jam tyre, je në rregull. Jo dashamirëse apo dashakese, se nuk ju dua as të keqen, nuk jam as homofobe që është një term shumë i gabuar për mendimin tim se kur thu fobe, fobi, frik. Unë nuk është se i kam as frik, po nejse, nuk jam homofobe, po themi. Por thjesht nuk mendoj se do përshtateshin as ato me mua, as unë me ato. Dhe unë mendoj që edhe ato mund të kenë një këndvështrim ndryshe për mua si një vajzë besimtare me shami që jam, se ti mund të kesh shumë vajza besimtare, por nuk i dallon dot momentin që ato nuk kanë shamin. Po, kurse Kështu që- shamiat evidenton. Po, kjo është një, domethënë, identitet, një fiks identifikim.
Kështu që unë mendoj që është pak jo pak, po shumë reciproke kjo gjëja. Kemi preferencat tona me kë rrim dhe me kë s'rrim, po nuk I gjykojmë njerëzit kot se çfarë duan të bëjnë me jetën tonë. Jemi në rregull, do evoluojmë bota, do ndryshojë çfarë ndryshojë, secili me ne vetë bën çfarë doj, kështu që kjo s'është puna jona, ne s'gjykojmë asnjëri, ju na shumë thank you që na erdhe. Shumë faleminderit që më ftuat. Shumë kënaqësi. Nisa me shumë emocion, po përfundoi shumë bukur. Po pra se ti kishe çik hallën, bo don't get. Unë me grip që kush e di sa herë kam mbajt kollën këtu brenda sot, po nejse, është faza, e kuptoni. Po, kështu kam qenë unë para një jave, mos. Nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Njerëz shifemi javën e ardhshme, mos harroni na bëni follow në Instagram, në TikTok, me emrin 0K Podcast, edhe në Facebook, se kemi hap Facebook dhe Facebooku s'po na ecë. Edhe na bëni të subscribe në YouTube. Shifemi javën e ardhshme. Pafshim.